O Etjen, si je njerë, a je mirë? Pse e vesh me kollare sot kaq bukur? Se ndonë të mami dhe... Për mamin e vesh shorti, se vesh për ndonjë arsye tjetër? Kur u fesha unë kështu Dori donte. Çfarë ndodhi? Tha që ishte mirë Dori, kështu. Ishte mirë, a? Po. Prit. Ha. Ta bëj pyet. Po, hajde njerë këtu me mua, hajde njerë, se kemi ca çështje për të gjithë bashkë. Hajde njerë këtu. Sa i lezetshëm. Thuaj tani mua, tani ç'ishte ai sekreti që dhe më thojë vetëm mua në vesh? Ç'a ishte ajo gjëja që tha? Thuaj me zot lart, se nuk do thuaj me zot lart. S'është turpa të kesh njëri që e pëlqen, është gjë në rregull, mos Po nuk dua ta dëgjoj mami se. Po jo, më ta dëgjoj çfarë do thot mami. Mami, ja është si tha mami, okay, thuaj atë. Ha. Ti. Ke ndonjë gocë të pëlqen? Mo. Po. Kam të flutrat stomak? Kam dashur pat. Qa thumër ti? Qa thumër? Seriozisht e ka po talësh, po bën shaka tani. Prandaj vesh me kollare, mos thuaj që e kam vesh. Jo për zotin kam. Kam. Të besova. Kam. Po do t'i thush në një përshëndetje, mos e thuaj emrin se na turprohet vajza. Jo. Thuaj një përshëndetje tani se e di vet ajo. Thuaj një përshëndetje të vërtet tani si një djalë. Përshëndes Suna, të dashurin time e Dona. Po pse atë emrin more? Kur e vepër. Pse Mustafa? Dëgjoj, ta thua që ç'ke më të më po bëj shaka me ty. Dëgjoj, pse do t'i kaq shumë atë gocën? Ua, u shkrim të tërë. Se me zi e gjeta? Pse me zi e gjete? Me se të ka bërë për vete ty ajo? Çfarë thot ty ajo? Shikon televizore dhe thot ti je më i miri? Tani sa po shikon. Po e di që po të shikon. Do t'i thuash në gjë tjetër, t'ka mërzitur ndonjëherë? Jo. Po ti e ke mërzitur ndonjëherë? Jo. Mos e mërzit asnjëherë, okay? Jepë këtu kishtin këtë promise? Pinky promise, okay? Po. Mos e mërzit asnjëherë, jo vetëm atë vajzë, po gjithë vajzat, okay? Ik tani se na kënaqe, kaq për sot. Vazhdojmë serin tjetër javës që vjen. Mamit vapa i fillon. Ama merrin çik më letë shumë mami. Ha, moj bukuroshe. Po, ja, për pak minuta. Dua dhe pak se do të të bëj një pyetje të kem aty. Mundesh, duron dot apo e do ujin tani? Po duroj. Duron, okay, falem. Mirë, vazhdoj me pyetjet. Ku ishim tek Etjeni? Olta, po ty princi ta ka veshur këpucën si që ka veshur princi Hirushes? Jo, më zemër, jo, e kam veshur vetë. Vështirë shumë gjesh nga këta princa ka që romantik tani. A i burrim nuk është fare romantik. Unë do vdisja ti ishte pak romantik, ja këshu si ty. Ti bëre gjithë këtë dedikim dashurie të dashurës tënde. Ajo do ta ketë kujtim deri kur të rritet, dhe është një nga kujtimet më të bukura. Po. Ti ke patur shumë këpucë në jetën tënde? Unë jam e dashuruar me këpucët dhe ka një histori për këtë. Mami im ka pasur një dyqan këpucësh që shumë e re, mbase para se të lindja unë. Dhe në fakt, po të shikosh fotot e mia të fëmijërisë, nuk janë, asnjë foto nuk është me të njëjtat këpucë, sepse unë shkoja tek dyqani dhe ndroja këpucët. Njërë njavë, njërë 3-4 ditë. Dhe kisha të do më thënë, mami e kishte të pamundur që të ma kthente këtë gjë, sepse i vishja dhe qaja dhe ullëria dhe nuk kishte guxim të më hiqte njëri nga këmba, derisa të shkoja te Shatërvani, të bëja një foto, pastaj doja një palë të tjera. Dhe këtë histori ma ka treguar mami vonë, në fakt. Dhe aty kam zbuluar dashurin time shumë të madhe për këpucët, që e vogël. Dhe që është një film që quhet In Your Shoes, më kujtua tani, i cili thot në këpucët e tua, edhe kush e luan këtë filmin? Cameron Diaz, më duket. Është një film shumë i bukur. Tani po më gatarohet, është In Your Shoes apo është Kate Winslet dhe Cameron Diaz si ndrojnë shtëpit e pushimit? Aha, po. Njëra shkon tek shtëpia e shoqes, njëra shkon Bregdad dhe tjetra në dimër, në mal. Po nuk ja di titullin. In Your Shoes duket se quhet. Base. Apo është Exchange in Holiday, si çka një titull ai filmi. Po, si çka një titull të tillë. Po ti ishe ti në këpucët e mia dhe unë në këpucët tua, si do të ndronim rolet neve? Ta bëjmë pak kështu si dy aktorët. Po nisi ti e para?
Unë do të isha aktore, të bëja një rol të bukur, të bëja një La La Land për shembull, se e kam ëndër që të këndoj dhe të kërcej dhe në një film Po, musical. të shkon shumë një La La Land, në fakt, të shkon. Shumë romantike je ti kështu. Je pak ëndrimtare, romantike. Jam shumë ëndrimtare, shumë. Po. Aha. Edhe do doja që të kisha të qeshurën tënde brillante. Dhe patjetër sytë tu të mrekullueshëm jeshil të murm siç e ke ti. Faleminderit shumë. Në fakt unë do doja të kam zili shumë një gjë Alketa, jo vetëm për kompliment, kjo por kjo është një vërtet shumë e madhe. Nuk e di, ke mbase 28 vite në televizion, je një motor që nuk shuhesh kurrë dhe merr energji çdo ditë më shumë. Faleminderit. Dhe je një grua shumë e fuqishme dhe e fortë, dhe të përgëzoj, për këtë dhe je një shembull shumë i mirë. Shumë faleminderit shumë. Ja, ta thash nga zemra këtë gjë. E kisha të pa përgatitur, por më frymëzove me këtë injorshues dhe realisht këtë gjë ta kam shumë zili, sepse ti ke 2 fëmijë, unë kam 2 fëmijë dhe ndonjëherë kam disa ditë ose orë ose momente që them, okej, stop, nuk duam të mbule kokën me organe dhe dua të pushoj, dua të ndroj gjithçka, tiki, zhduke me tjerë. Por ti me këtë energji që ke që çdo ditë, për kaq shumë vite, je njëjta me të njëjtën buzëqeshje, me energji më shumë që të shtohen. Bravo. Faleminderit shumë. Shiko, do të them një sekret. Ti nuk je vetëm, dhe asnjë që ndihet ashtu si ty nuk është vetëm, se dhe unë ndonjëherë do ta fus kokën poshtë organit dhe mos çohem fare se jam e lodhur. Edhe unë heci në rrugicat e mia të vetmis, ndonjëherë përlotem, ka momentet e mia të trishtuara, pa forcë. Thjesht vetë karikohem tek pasioni im, që është kjo puna që bëj dhe them, shiko, ti je një gjenerator dhe po bën këtë punën jo rastësisht, sepse duhet t'i japësh fuqi atyre që s'kan fuqi, sepse ti ke këtë privilegj. Edhe kjo më jep forcë, por kjo më bën as pak më të fortë sa të gjithat atyre që më shohin, sepse unë në rrugicat e mia të vetmis, si quaj unë, kështu në mënyrë figurative, thjesht nuk dua që të tjerët të shkelin, sepse mendoj që kam një mision tjetër, por kaloj dhe unë aty dhe njësoj si ty ndiem ashtu në momentet e caktuara. Kështu që jam njeri dhe unë edhe jam njeri si çdo njeri tjetër. Kjo na bën më human apo jo? Shumë faleminderit Olta, do t'japim pyetje tani Ajlës. Ajla e ka radhën tani. Olta, unë kur isha e vogël, mendoja si kisha veshë shumë të mdhej. Po ti, ke ndonjë gjë që s'të pëlqen fare te vetja? Ajo gjëja që mua shumë më përpara, kur isha e vogël, pak më e madhe se ty, nuk më pëlqente fare, po fare, sot ka dalë shumë në mod. Unë kur isha e vogël, kam pas një kompleks shumë të madh, nuk e kam treguar kurrë. Unë kam pas gjithmonë vite shumë të mëdha, gjithmonë. Dhe shokët ndonjëherë edhe më bullizonin, më thonin si ka të bëjë ai sa duhet. Ai sa i shkon fiziku tënd. Dhe unë qaja kur isha e vogël. Kjo është një histori që se kam treguar kurrë asnjëherë dhe as gjikundi, as mami tim madje. Askush nuk e di këtë histori. Unë qaja poshtë organit dhe batanisë dhe thoja, o Zoti i madh, sikur ti pres, të kem një shkop magjik dhe ti pres, të marr një thik dhe ti pres, nuk i dua më. Po ja që koha kalon edhe sot jemi shumë në mod, të dyja.